أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu. Atë e falënderojmë, për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamat për shëndetit më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit te bareke ve teala dhe izin e tij, sonte do të fillojmë një varg të ri dhe cikël të ri ligjëratash, pra do të hyjmë në një seri të re të disa prej mësimeve të cilat Zoti jon te bareke ve teala i ka kërkuar prej neve. Përfunduam vargun e ligjëratave, të cilat i kishim filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala, pastaj edhe plotësuam me një varg të ligjëratave ku folëm mbi ateistat dhe ateizmin, nga i cili varg edhe u liruam, ndoshta edhe për disa njerëz i bezdisshëm, i natyrshëm normal, nga se flitet për ateizmin dhe fjalët e qafirave më të mëdhenj të cilat kanë jetuar në dynja. Tani me lejen Allahu te bareke ve teala, siç e kemi edhe paralemruar në disa prej ligjëratave, se do të flasim me lejen e Zotit te bareke ve teala për çështjen më të rëndësishme të njerëzit, çështjen e cila me saj lidhet raporti me Allahun Gjelle Gjelalu. Dhe ajo është çështja e zemrës. Pra do të flasim për zemrën, do të flasim për veprat e zemrës, për punët e zemrës. Normal këtu nën kuptohet ibadetet e zemrës dhe adhurimet e zemrës, dhe do të flasim pastaj si plotësim i kësajna edhe për sëmundjet të cilat kanë mundësi me e kaplu zemrën natyrisht shpirtërore, dhe jo të prekshme zbëhet fjalë për zemrën të cilën e kontrollon mjeku, dhe nuk është për qëllim ky organi të cilin ne e kemi brenda gjoksit ton. Andaj me lejen e Zotit subhanahu wa taala do të fillojmë sot që të bëjmë një hyrje, ndoshta na duhen disa ligjërata që të bëjmë hyrje për shkak rëndësisë që e ka tema, pastaj do të shohim me lejen Allahu te bareke ve teala se çfarë përfshihet në tematikën dhe në diskutimin mbi zemrën dhe veprat dhe sëmundjet e zemrës. Të nderuar xhamatli, Zoti jon te bareke ve teala ka krijuar njeriu me të brendshme dhe të jashtme. E jashtmja e njeriu është ajo se cilën ne ja shohim dhe i shohim tek të tjerët. Pra ne na shohim njerëzit, fytyrën, duart, këmbët, flokët të jashtme, veprimet e jashtme. Dhe ne kemi gjëra të brendshme siç është zemra dhe shpirti dhe mendimet, të cilat nuk na i sheh kurkush pos Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe na. Pra, brendim tane nuk mund ta kontrollon askush pos Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe personina në fjalë si cili në vetveten e vet. Këtë ndarje Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë me urtësinë më të madhe në botë. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu, sikur që ka qit fytyrën jashtë, ka mujt me ta nxjerrë edhe zemrën jashtë, por kishte qenë siklet i madh për tyje. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu ka zgjedhur që ajo me të cilën lidhet të robi me Zotin tjetë e pa shikueshme për robrit, tjetë veç shikimi i Zotit Gjelle Gjelalu në ta. Andaj e ka bërë zemrën të fshehtë, ndërsa ata me të cilën ti komunikon me botën e ka bërë të jashtme, e cila jo gjithmonë është reale. Për shembull, sikur që të përmendëm tek çështja e ikrahu dhe dhunës, ka mundësi ti me dikan kije marrëdhënie dhe raport të mirë prej për jashtë, ndërkohë që zemra nuk ta do. Andaj është thanë në rëndësinë e zemrës, sikur që ta përmendi me lejen Allahu te bareke ve teala, çka është zemra, kanë thënë ajo me të cilën nuk shpjegohen gjërat. Por shembull, ka disa raporte, ti e do dikan dhe urrejn dikan. Me dikan kalon çaste të këndshme dhe dikan nuk kalon çaste të këndshme, ndërkohë që ti nuk mundesh me shpjegu pse me filanin kaloj mirë, me Allahin nuk kaloj mirë. Ndërkohë që ka mundësi prej të jashtmes mu duk ai çka ti se do, më i mirë se ai çka ti e do. Mirë, po megjithatë, zemra jote kur ta anoje. Andaj ajo çka nuk shpjegohet me të jashtme, zakonisht ka duhet punë zemre.
Punë zemre. E kjo punë zemre është lidhja mes robit dhe Allahu xhel xelalu. Pse e kalon të fshehur që ti me Zotin tan të lidhesh çish dush ti? Që ti me Zotin tan të lidhesh çish dush ti. Andaj e pam në surën Ali Imran kur e morëm ajetin e tukjes edhe ikrahu, çka tham? Allahu xhel ka toleru që në gjuhë edhe në trup me dal kufri pidhunës. Ama s'ka toleru zemra me mohu Allahu xhelalu ala. Çfarë argumenton kjo? Por shembull, para menoj të ndëruar xhamatli, sikur Allahu xhelalu ala ta ke shkërkuar në gjuhën si zemrën. Atëherë në gjendje dhune, njeriu nëse e kish faq kufrin, ish llogarit qafir. Ama Allahu çka tha? Illa men ukriha wa qalbuhu. Posa ti cili dhunohet në trup, ama zemrën. Shikoni, ama zemrën e ka të qetë me iman. Pra, fakti që zemrën e ka të mirë, nuk ka problem edhe ndonjëherë prej rrethanave të ngushta që njeriu me gjuhën e vet apo me trupin e vet me bë, sikur që e përmendëm, se dietar kanë thënë në dhunë me kushtet që i përmendëm lejohet njeriu edhe me i ra kryqit sejdë, edhe me vnu kryq, edhe me i ra sejdë putit e kështu me radhë, por zemrën e ka të qetë me iman. Andaj Allahu xhel nuk ka toleruar në zemër asnjë lloj shmangje dhe lajthitje. Pra kërkon Allahu xhelal nga njerëzit që zemrat e tyre të kenë të pastra në nivelin cili nivel do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala në këtë varg ligjërata se sa punë të zemrës ne i kemi apo smundje zemrës ne i kemi, ndërkohë që na nuk e dim. Madje thot Ibn Qayyim el-Jauziye, gjëja më shumti që punon te njeriu është zemra. Andaj njeriu për shembull i fal 2 rekate sabah. Deri në drek, me çka lidhet me Zotin? U ka kri sabahi. Sabahi ka 10 minuta. Me këto dëni hap që i falë minana për disa prej xhamive, Allah na i drejtoft të gjithve, 2-3 minuta. Me nëzit, shpejt e shpejt. Mirë po, për supozojna gjithë sahati ki falë sabahin. Edhe 6 orë deri në drek, me qka ti lidhësh me Zotin? Ti shkon lidhja me Zotin me trup, veç gjithë orë e pako. Për Allah u shfar ka ba, e ka ba që ti me trup e manifeston një pjesë zemrës, dërko që ti vazhdon më kanë lidhjet me Allah, deri në drek. Andaj menja të rritë në drejk deri sa të vjene drejka. Të rritë Allahu gjatë deri sa të vjene gjdo adhurim i jashtëm. Andaj të ndëruar gjëmërli, zemra, veprat e zemrës, punët e zemrës dhe smundjet e zemrës sa duhet t'i largojmë, dhe punët e cilat i kërkon Allahu që të cilat duhet t'i kemi, si që është e dashurijës, shpresës në Allahu gjatë, frika për Allahu, mbështetja në Allahu gjellëvala, të menduarit të Allahu të bareke o tjala, e kështu me radhë, krejt të duhet mi pasu sinceriteti. Pra Allahu xhelal ti nuk mundesh me e manovruar. E kjo është puna e ihlasit, që thon temën e parë, po punën e parë që ta marrim është sinqeriteti. Allahu nuk manovrohet. Por shembull nuk mundesh me thon i fala 2 rekat, mundesh mi bin 8 miliard njerëz që i ke fal për Allah. Por Allahu s'kish ka i bën. S'mundesh mi thon Allahu, ai e di sakt edhe kur ke marr abdes pse i të mor. Edhe kur ke marr tekbir e di pse i të mor. Andaj edhe për shkak këndësisë që e ka kaq shumë zemra, dietarët e muslimanëve kanë thënë në baza e imanit në zemër, pastaj degëzohet në vepër edhe në gjuhë. Andaj do shohim me lein Allahu te bareke ve teala, sot e kemi hyrjen, pastaj do shohim. Kjo temë është e rëndësishme më të madhe, që shpesh herë fatkeqësisht i gjejnë njerëz nuk i kushtojnë rëndësi fare. Krejt imani në zemër, pastaj del si manifestim në gjurmë, si gjurmë në vepër, ndërkohë që njerëzit mirën me gjurmën e nuk mirën me bazën. Nuk mirën me bazën. Gjithë sendezet që sot, për shembull, kur prishet diçka që s'punon, ku e këshirin njerëzit? Për shembull, nëse skallet vetura, supozimisht, a e këshirë ti dera me thu, pse be kjo dera, pse u prish? S'ka lidhje me dera, ti thu Chelsea se kalka, s'ka lidhje Chelsea. Dritarët si pas katë mira, lej dritarët, këshiren në bazat, në motor, që ka problem? Andaj, kur njeri ju vezër prishet, prej për jashtë, realisht prishja e jashtë me akon, prishme e mrençme. Andaj ti kur prek në dure, në kame, në krye, ti tu prek ati ku s'duhet. Ti me e ba, a i thënë e jashtëme e veturës edhe e mrençmja. Ti sa të dush regulloja, ma e bukur a mbot më kanë. Njëri ju vezër mundet më kanë, për shemë ma i bukur i mbot. Ma e ka zemrën e prisht. Andaj njerëzit, sikur që ka ardhë, dhe shu prej fjallet e djetare, kanë thonë njerëzit kur dojnë shkurtimish me në nëshmuri, kanë qka i thonë? As nuk i thonë fytyr prisht, as dur prisht, as kam prisht, ka i thonë zemër prisht. Me fjalën zemër prisht, ata e ngrumbulojnë këtë në nëshmimin e mundshëm. Kur dojnë me lavdru di kanë qka i thonë zemër mirë. Pra me fjalën zemër mirë, ata e grumbullojnë maksimumin me lavdru di kanë.
Dhe këta e ka përmenë Allahu xhallahu ala në Kur'an, illa men atallaha bi qalbin selim. Këta Allahu shpëton vetëm ai i cili e ka zemrën e shëndosh, zemrën e pastër. E neve tani vëllezër na intereson kjo zemër. Kjo zemër të cilën Zoti jon te bareke ve teala e ka lavdruar në Kur'an, madje Allahu xhallahu iman dhe kufër gjithmonë e ka sill si bazë tek zemra. Do ta shohim me lein Allahut te bareke ve teala. E dyta në këtë hyrje duhet ta dimë vëllezër se zemra rrotullohet shumë dhe me zemrën mundet mu punue. Me zemrën mundet mu punue. Pra mundet, për shembull, një punë e caktuar të cilën zemra e ban, ndërkohë që filani nuk e ban, filan zemra e filani nuk e ban, mundet me ardh deri tek bërja e asaj vepre. Pra mundet kushtimisht me instalu me punue. Se për ndryshe s'kish pas mana biseda edhe ligjërimi. Pra ka mundësi njerit, a ka mundësi njerit mi unë gjallë zemra? Ka mundësi. A ka mundësi mi u largu smundja? Ka mundësi. Pra kjo me zërçfera ma neve, na jep neve shpresë që nëse se kemi zemrën nivel, me e bon nivel. Nëse është diçka e smut, me ja hek smujën. Sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma anzalallahu min da'in illa, përve nuk ka zbrit Allahu do një smundje vetë se ka zbrit me ta e dawa, shërimin. Kjo çka i ban me zër mjekve, ju jep shpresë, se nuk ka një smundje vetë se ka ilaçe, pro lipe. Edhe ne vëllezër, duhet ta dimë që zemra ka mundësi mu rregullue, mu me remetue, me u ndrejsh në nivelin që ka e donë Zoti jon te bareke ve teala, mirë po duhet mi kushtue kujdes, për të cilën do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala se si bëhet. Andaj çështja që zemra rregullohet është çështje që njeriu i hap mundësi për të përfituar nga kjo tematik. Tjetra vëllezër që ka të bëjë me zemrën. Zemra, të nderuar xhamali, do të shëtitemi pak në Kur'an, që ta shohim si e ka trajtu Allahu xhelel xhelal në disa prej ajeteve, megjithëse zemra është përmbledhur në ajete shumë. Ajo është pa mundur mi përteku këto ajetet, por diçka më rëndësi nga fjalët e Allahu xhelel xhelalu, pastaj nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ende s'kemi farën tem vetëm me shiku në çfarë derexhe, në çfarë grade, në çfarë niveli trajtohet në Kur'an, në shpallje dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pozita e zemrës. Sa shkon larg zemra, që ta shohim pastaj na vëzër sa larg e kemi lanë zemrën, sa pak nuk miremi me zemrën. Pra, sikur ne mundohemi me rregullue komplet njerin aty ku s'rregullohet. E do ta shohim se rregullimi njeriu vëzër bëhet me çfarë? Me zemra. Kush do më përcjell me Kur'an, unë do t'i përmend vetëm shpejt që nëse do më mbajt për referenca në fillimin e surës Al-Baqara, këtë ajete kemi marrë vëzër, kemi shpjeguar. Thot Allahu xhelel xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 7, duke i përmend qafirat, të cilat thot Allahu xhelel xhelalu sawa'un alehim a anzartahum am lam tunzirhum. Përmend Allahu xhelal për pabesimtarëve, të cilët thot Allahu xhelel xhelalu nisoj është për ta. Çortoj, mos i çorto, kritiko, mos i kritiko, këshilloj, mos i këshillo, nuk besojnë. Tash kjo gjendje, kritiko, mos kritiko, çorto, mos i çorto, udhzoj, mos i udhzo, ata nuk udhzohen. Zakonisht çka të vjen me pyet, po ku e ka mbet efektin këto, pse nuk udhzohen? Sigur që thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala në librin e tij Dar'ut Ta'arud, thot Allah e mëshiroft, thot mos u çudit me argumentet e mëdhoja dhe të qarta të Zotit xhelel xhelalu dhe karshiktyre mohimi qafirave. Ti e kanë ardhu çuki njëri pse s'beson Allah. Gjithë këto ajete, gjithë këto fakte, gjithë këto prova për Zotin xhelel xhelal, prap nuk beson, prap nuk bindet. Kanë ardhur ti thu, a mos vall se kam rrinë niveli i qartësisë? Jo. Pse? Sepse çështja e Zotit. Allahu zon ka ndoje. Mirë, kur thot Allahu xhelal në Kur'an, ka disa njerëz nuk besojnë kategorik. Çka dush ban me ta? Parashtrohet pyetja, ku e kanë defektin? Na tregon Allahu xhelel xhelalu në surën Al-Baqara 7, khatamallahu ala qulubihim. Vini re tani vëzër. Këtu vin pozicioni zemrës të çështja. Çfarë? Një njeri para më ka zbrit fjala e Allahut në tokë nëpërmjet Xhibrailit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një kategori e njerëzve me fjalë të Zotit, me fal, a mund para vëzër, me fjalën e atij i cili e ka kriju këtë. Me fjalën e atij i cili e ka kriju njeriu, s'nuk udhzohet. Thot Allahu xhelal wala, ku problemi?
Allahu a ka vullos zemrat e tyre. Pse nuk tha njëherë, po nashta s'kan një mirë, nashta s'kuptojnë mirë, nashta trupin nga bimu kontu në shtrend. Jo, zemrat u a ka vullos. Pra ku mbyll kanali për me hije udhëzimi, pika e udhëzimit, ku bie vëzër pika e udhëzimit? Në zemër. E atëherë vëzër, nëse pikat e udhëzimit bie në zemër, ti dush me bo hazër zemrën më kanë qelë. Se vjen udhëzimi Allahut, me bo me ta qetë zemrën më qelë, nuk dhez, nuk ka tokë pjellore. Andaj thot Allahu xhela xhelalu, khatem Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pas e ka thënë edhe në veshët e tyre, edhe në shikimet e tyre. Thot Allahu xhela xhelalu, wa lahum adhabun adhim, dhe ata kanë dënim të madh. Allah na ruaj nga dënimi i Zotit xhela xhelalu. Kur i ka përmend Allahu xhela xhelalu hipokritat në Kur'an, në surën Al-Baqara ajeti i 10. Zakonisht njeriu, për shembull, vëzër, duhet ta diskuton këtë meselë. Si bëhet njeriu hipokrit? Pse bëhet njeriu hipokrit? Apo mund është çka dush me than, Allahu xhelala e ka prunë në një ajet. Në ajetin 10, surën Al-Baqara, për shembull, a mund ta parametojë vëzër, sahabët e pejgamberit sa të sinqert, paganët të dukshëm në kufrin e tyre, dhe një kategori në mes, as i sinqert, as qafir i hap, midis musliman për jashtë, qafir për mrejna, munafik në termi xheriatik. Pse u boki munafik? Thot Allahu xhela xhelalu, fi qulubihim marad, sepse në zemra kanë smuje. Sepse në zemrat e tyre kanë smuje. Ku o problemi? Te zemra. Sikur ata ta ndresnin zemrën, nuk do të ishin munafika. Thot Allahu xhela xhelalu, fazadahumullahu marada, Allahu ashtoi edhe më shumë smundjen. Ibn Qayyim el-Juzeyri, tani do të përmend më shumë nga fjalët e Ibn Qayyim, nga se ky o mirë me këtë punë shumë, rahmetullahi alayh, Allah e pas mëshiruar. Ibn Qayyim el-Juzeyri ta hoazëm një tekst kur përmend smundjen e zemrës, se krahason me smundjen e trupit që me përfitu njeriu, çish i smund njerit zemra. Edhe çish pasaj ka simptoma. Por çe më thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, a keni pa njëri kur ai smut? A keni pa kur njëri i smut? Edhe ja mush trezën me ushqime të mira. I bie çka të mos, prej më të mirave ushqime. Edhe i thuhet smutit, a pe di që kjo e mirë? Çka thot? Ha po shumë mirë pe di po. S'po ma ban lukthi se jam i smut. Andaj ti e shef për shembull kur njeriu është i smut, i thu merre haje, nuk po moj. Që kjo nuk po moj edhe në fizik, o edhe në zemër. Ti a jep ajetin, i thu, a pe shef që o hak? Po pe shef, po s'po ma ban, e që kjo s'muj edhe zë. Në do flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala te pjesa e dytë e këtij vargut, por smundjet. Pse një njeri për shembull e dëgjon ajetin, e dëgjon hadithin, i dëgjon faktet dhe s'ka rrugdalje, prap nuk nënshtrohet, thot Allahu xhelalu ala, se në zemra ka smundje. Pa ja hek i letin, ai nuk bindet. Dhe kjo vëzëro shumë prej neve për shembull. Për shembull, cili prej neve vëzë nuk e din se për shembull namazin në xhami, për shembull për njerëz që falin 5 kohë. Që namazin në xhami 5 vakte shumë më i shpërblyer te Allahu xhelalu ala se sa namazi vet. 27 me 1. Supozoj kështu që e kemi përmend nga fjalët e dietarëve, nëse një artikull tyje qitet 10 denar apo 10 euro të marrin në një vend, pak më anena, një kilometër më ane, i njëjti artikull shkon 270 euro. Cili njeri me mend thot pesha si tu 10? A ka njeri me mend që thot pesha si tu 10? Jo, po thot i baj thot 1 kilometra, po i shes 270. Ama kur vinte namazit dhe pse nuk e bojnë atë njëjtën? Mi thon dikujt, a nuk pedeja? Jo, me thot e di. E kum nip jo xhallarve që namazi me xhamat 27. Pse nuk mujna vëzër? Fi qulubihim marad. Ka smuja ka zemra smundje. Derisa nuk i largon smundje vëzër. Andaj gjithmonë nxjerrë me fizikë është se si rregullohet sa shpejt çështja e kuptimit. Në surën Al-Baqara, Allahu xhelalu xhelalu kur i përmend jehudit dhe kufrin e jehudive, Allahu xhelalu xhelalu përmend në fjalë të tyre që e kanë thënë. Thot Allahu xhelalu në surën Al-Baqara ayet 93, qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Thot Allahu xhelalu xhelalu, than jehudit, dëgjuam dhe nuk u bindëm. Shumë është interesant. Dëgjuam, pra e kanë dëgju Musën alayhi salatu wassalam, e kemi dëgju këtë qartë, prerë, dukshëm, rrjedhshëm, çka po fol, por nuk bindemi. E tani zakonisht parashtrohet pyetja, pse? Pse nuk po bindesh? Pasi e ke dëgju qartë, xhenetin, xhenemin, Allahun me Tevrat
e kanë pas të qartë. Thot Allahu xhelle xhelalu wa ushribu fi qulubihimul ijl. Sepse zemrat e tyre, vini rrezë, zemrat e tyre e kishin pi. Ushribu, e kanë pi kufrin. Për shkak të kufrit të tyre, zemrat e tyre e kanë pi adhurimin e viçit. Vini re, e kanë pas Musën, i cili ka thirrë te Allahu. Zemrat e tyre janë mush me dashni për puta. Ju ka lidh zemra për viç. Sikur që u lidhe plot për njerëzve. Ma i shtrajt, e kemi përmejnë shpesh. Ma shtrajt e ko telefonin e vetë, si sa zemrën e vetë. Por që me bo pak mi u thi telefoni, apo keri, apo gjami, apo roga mi u vanu, apo dë një pare mi u hup. I tranon këtë shpijës, këtë antarë të shpijës. A i ka ik namazin në gjami, ju ka prish zemra baba kjetë, katran e ka, nuk e ka problem. Kur kujt nuk i përtet. Pse? Sepse të kjo është ma e madhe, u shribu, e ka pi zemrën e vetë dashni për materialin. A në dhe zë njëri është me zemrën e vetë, jo me dukjen e vetë. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Al-Baqara, ajetin 118. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kër i përmen qafirat ndër histori. Qafirat ndër histori. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, këdhalike kalë lëdhine min qablihim mithla qaulihim të shabahat kulubuhum. Thotë Zotë jonë të bareke vë tjara për qafirat. Thotë, kanë thanë qafirat, për jehudit e ka këtu për qëllim, e kemi morë në surën Al-Baqara ajetin 118, kanë thanë, si doje Allah i mi besunit në dale karshi, ti të folna me ta. Të folna me ta. Ve kalë ledhine la i'lemuna, la ju kellimun Allahu. Kanë thanë ata të se nuk kanë dije, gjahila, ignorant, kanë thanë, si doje Zotit pësë përna folë, si doje mi besuet. Vini reja Allahu gjë ku e këthem problemi. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, qështu kanë thanë edhe qafirat me herët. Pro edhe brezat me herët, prej paganëve dhe pabesimtarve, nisoj ka thanë. Ku është problemi o Zot? Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, të shabahat kulubuhum. Të smuta zemrat i kanë bos këtë nisoj. Nisoj i kanë zemrat. Në gjajshën i kanë këtë zemra me atë zemra. Pa ku kanë problemi? Te zemra. Në surën Ali Imran, se në ajet e komentuam, ajeti 7, të këvargu i tefsirit të surës Ali Imran, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, për njerëzit të cilët i ke shpërdorin ajetet për epshet e veta. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, fa emma alladhina fi qulubihim zayghun. Sa i përket atyre të cilat në zemrat e tyre, vini vlezë, në zemrat e tyre kanë lajthitje. Si lajthit o vlezë zemra? Si lajthit zemra? Lajthit vlezë sikur që lajthit syri, sikur që lajthit dora. A mund është tremon dorën? A mund është tremon diçka materie? Po. A e shtremon rrugën ti? Qysh jetu e drejt, lakon djath tas majtas e kështu me radhë. Kështu dhe lakon edhe zemra. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, sa i përket atyre të cilët në zemrat e tyre kanë lajthitje, fejet të biune ma të shabahe minhu ibtigha el fitne wa ibtigha i të uili, ata pastaj kërkojnë që ajetet që Zoti Gjelle Gjelalu i ka bo të paqarta për një numër të njerëzve, ata kërkojnë me bo spro fitne për njerëzit, pro ti devijojnë e ti degradojnë njerëzit dhe në emër të kërkimit të interpretimit të këtyra ajeteve. Allahu Gjelle Gjelalu në surën En-Nisa, kur i përmen hipokritat në surën Nisa, surja e 4 me radhë në Kur'an, ajde 62 dhe 63. Përmend Allahu Gjelle Gjelalu një prej veprave të hipokritave, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, asabethum musibetun bima qaddemet ejdihim, ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, si është puna nëse i godet hipokrita do një musibet, për shkak që ikim për ti o Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Pastaj thëtë Allahu Gjelle, do të vinë, kur ti godet musibeti, do të vinë të ti, do të bëjmë bej Allahun, se ka ndash me bo qëfar? Ka ndash me ba bamirësi dhe bashkim. Ka ndash me bashku muslimanët me jehudit. Runa Zot. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu, këta njerëz, shikoni dhe Zot, Allahu Gjelle Gjelalu nuk thotë tu për shemull, e di Allahu Gjelle shka folën, ajo dijet. E din Allahu Gjelle shpar bënën, ajo dijet. Kur e përmen këtu në këta ajetin 63 në surën Nisa, çka thotë Allahu Gjelle Gjelalu, ulaike alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Këta hipokrita Zoti e di çka ka në zemrën e tyre. Pse ka përmend çka ka në zemrën e tyre?
Se supozohet pse këta në pranit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk bëhen si sahabët, sepse thot Allahu se e di Allahu çfarë ka në zemër. Pra për shkak se zemrën se kanë të pastër, si le Allahu më bë sahabët sinqert. Vini re vëzë, anëzë nuk ka problem te njeriu, si qenie njerëzore, apo si shoqëri, apo si tërsi, apo si familje. Çfarë do të qoftë problemi? Dije se çdo problemi kthehet në zemër. Ndreqja zemrën këtyre. Ama ti punot çka dush. Nëse zemra i mbetet, ka me prodhu zemra qatë që vallaj ti mi i shkatrue me miliarda qelizat këqia të njeriu, nëse aja ka burimin i cili i prodhon qelizat këqia dhe të smundje dhe toksike dhe helmuse, ti sa dush ti mitja, ato prodhojnë me miliona dhe miliarda. Apo andaj shikove zër, për shembull, e dini njeriu kur i bjen kancer, Allahu na ruaj nga të gjitha smundjet dhe i shërof të smundjet e muslimanëve. Kanceri vëzë çfarë? Prodhon atë që s'duhet me prodhu, prodhon qeliza kundër organeve, kundër njeriu. Edhe ti çka mundesh me bë? Andaj për shembull, nëse është në fazën fillestare, me akut rrajt, shpëton njeriu. Nëse ai fillon me prek shumë, çfarë bën? Fillon me prodhu qeliza shumë. Ti a ke pa shpesh herë, e keni pa ato terapi që i bën, ja mbytin qelizat. Po pse nuk shpëton njeriu vëzë? Pa më këtë qelizat ja mbysin. Ato gjalla që i ka të mira. Mirë, po kur është ajo që ai thonë për shembull kanceri femër, ai veç prodhon gjërat helmuse dhe e shkatron njeriu. Kështu edhe kur zemra prishet. Ti sa dush rregulloj njërin pi për jashtë. Ai pi mrena aty ardh e keqja. Pi mrena aty ardh e keqja. Thot Allahu xhela xhelalu, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. Allahu e di çka ka në zemrat e tyre, andaj kthejau shpinën dhe mos u mirë me ta. Kur i lavdron Allahu xhela xhelalu besimtarët, kur i lavdron Allahu xhela xhelalu besimtarët, zakonisht dhe zot pritet në hyrjet e sureve apo lëvdrata me çfarë? Me vepra. Megjithëse Allahu xhela i lavdron besimtarët edhe me namaz edhe me zeqat dhe kështu me radhë. Por vëzë kur i kthen Allahu xhela në bazë vlerën e besimtarëve, çka thot? Në surën Al-Anfal, ajeti 2, thot Allahu te bareke ve teala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarë të vërtet janë vetëm ata të cilët kur përmendet Allahu, zakonisht pritet mu ju dridh trupi, apo mi dal loti, zakonisht. Megjithëse Allahu i lavdron edhe me dalit lotit, po para kësaj edhe zot, para kësaj thot ju dridhen zemrat. Cili për ne o dhe që tu mundet me ditë për dika në bot, apo a me ditë për tyje, se tu ka dridh zemra. Kërkush nuk me ditë. Nuk e di unë a dridhët zemra, nuk dridhët zemra. Andaj thamë fillim Allahu gja me urtësinë e vetë ka bo, që zemra tjetë e msheft. Pse? Mos ta shohë kërkush sa i afru me Allahu xhela xhelalu. Kërkush nuk e di. Apo, andaj dhe zërë, Ibn Qayyim el-Jauziyje, në komentin do të vim ne, në komentin pse ndodh, për shembull ka bëu Ibn Qayyim el-Jauziyje një paralele. Pse ndodh një njeri me pas shumë ibadete, shumë vepra të jashtme, ndërkohë që prap njerëzit nuk e dojnë, nuk është i këndshëm, nuk i bën kabull. Ndërkohë që njëri ka më pak vepra, s'u shet të bëj shumë nafile, s'u shet me vepra shumë vullnetare, ndërkohë që Zoti xhelel xhelal e ka shlu kabullin taj. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje dhe kjo nuk trajtohet dobi për jashtë. Do të më imrejna. E kjo është pastaj ka thënë raporti i tij me Zotin. Raporti i tij me Zotin. Hadithi i Xhibrailit, kur e thirrri Allahu xhelal Xhibrailin thotë: "O Xhibrail, unë e du filanin." Ana do të vim te hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ku shikon Allahu xhelal xhelalu. O Xhibrail, unë e du filanin dhe ti duje. I Xhibraili ju thot këtë banorëve të qiellës, dunë filanin. Pastaj thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pranojnë njerëzit në tokë. E tani ti këtu thu, çau bë këtu, e ç'kjo pjesa e thirr Xhibrailin, kjo pjesa zemrës. Nuk i thot Allahu, nuk i thot Xhibrailin, "Këshire be ç'ki filanin, çfarë si pas ka shumë bedue." S'ka kështu. "Kështu ç'ki far muskuj pas ka shumë bedu." S'ka kështu. Allah nuk do as për muskujt e tu, as për firën tane, as për teshat e tua, për asnjë sen. Por don për çfarë? Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për veprat edhe zemrat e juve para kësaj na ka përmend zemrat. Thot Allahu xhelel xhelalu: "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Dhe këtyre zemrave të sa Allahu xhelel xhelalu thot u dridhen për Allahu xhelel xhelalu, kur i lexohen ajetet e Zotit, u shtohet imani. Allahu na shtof imanin ya rabbal alamin. Pastaj ka thot: "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Dhe te Zoti i tyre mbështeten.
E mbështetja vëllezër ku? Për shembull ti mbështetën. Merre bukfalisht, gen për gen me fjalën. Unë mbështeta. Tash unë jam mbështet në karrike. Ti e mbështet në tokë. E mbështet me shpinë për muri. Mbahesh për tavolinë. Mbahesh për diçka. Këtë sa i thonë mbështetje. Mirë, kur e dëgjon ti fjalën u mbështetën te Allahu. Çuçi zbërthan gen për gen me? Ku e kap? S'ka të kap me këtë. Me dur s'un kapësh ti për te Allahu xhelel xhelal. E pse thot Allahu dhe këta të Zotit tyre mbështeten? Ana të Ibn Qayyim el-Juzeyje, kjo mbështetje me zemër. E çysh mbështetet zemra? Mbështetet zemra. Do ta shohim kur vim te tawakkuli, te mbështetja e zemrës te Allahu xhelel xhelal. Ti e sheh pastaj njërin, sikur që kanë thënë dietarët për Abu Bakr as-Siddiqun. Abu Bakr as-Siddiqu vetë ka pas trupin më të zaif se Omeri. Abu Bakrit çfarë zaif të kon Abu Bakr as-Siddiqu vetë, nëse tash çështja e trupit u ka bë, çështje ku ta shohin një trup më të madh, thotë kizar e buri mirë kana. Justu ju kanë prish njerëz kriterët. O të mëdha se ansa i madh kë. Omer Khattabi vëzër, Omer Khattabi kur ka i kali kam tokë kanë zrim. A unë para më vëzën njerëz kalin si mize ka po. Ebu Bekër Siddiku ti kanë pantallonat prej zaifllëkit. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omer Khattabi çto kam çka e kanë prej tokën pin kali e kanë shlu kam. E tash kjo shlimi i kamve, piku vjen vëzër? Pite zemra. Ebu Bekër Siddiku nuk e kanë shlu kam. Edhe ka thënë kush e ka adhuru Allahun, Allahu gjallë. Kush e ka adhuru Muhamedit Muhamedi i vdiq sallallahu alaihi wasallam. E tash çka ndodhi vëzër këtu? Omer ibn Khattabi me shlu kam. E kanë shlu se a ke pa kur shimet atje në bazë. Ti ça dushja bizor më. Kur prishë sistemi, ti thuj dyrt e mira i ka, gomat e mira i ka. S'është me rëndësi e ka shlue sistemi. Ata thot Allahu xhelel xhelalu, ata te Zoti i tyre mbështeten. Allahu xhelel xhelalu në surën Al-Anfal, ajeti 62 dhe 63. E përmend vëzër se Allahu xhelel xhelalu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka ndihmuar me kanë e ka ndihmuar vëzër me sahabe. Me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të mirë në fytyrë tokës. Po këto sahabë vëzër parashtrohet pyetja, njëri kështu duhet me e parashtrua. Kush e ka nënshtruar Muhammedin alaihi salatu wasalam mbi 100.000 njerëz? E pastaj me miliona njerëz. Kush e ka nënshtruar vëzër? Me çka i ka blejaj? Me pare, me toka, me çka i ka nënshtruar? Për me eket Allahu xhelal ka zbrit ajete. Thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 62 të surës Al-Anfal. Wa in yuridu an yakhda'uk fa in hasbaka Allahu. Nëse dëshirojnë munafikat me të mashtru tyje, o Muhammed alayhi salatu wassalam, ty të mjafton Allahu. Ty të mjafton Allahu xhelel xhelalu. Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Sepse është Allahu ai i cili të ka ndihmuar me përkrahjen e vet dhe me besimtar. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shikojë tani vini re kësaj ajeti 63, sura 8 ajeti 63. Wa alafa baina qulubihim. Dhe Allahu i ngjiti zemrat e sahabëve. Ishin këtë sahabët me një fjalë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të mund ndihmue. Kush i bani këto me një mene, pejgamberi me ndihmue? Allahu thot, ti kurrë s'e bë këtë punë. Çka thot Allahu xhelalu ala? U angjiti Allahu zemrat sahabeve. E mor Allahu Ebu Bekrin pin jahilet, Omerin pin jahilet, Uthmanin pin jahilet, Aliun pin jahilet, Bilalin, Khalid bin Walidin, i bani bashk Allahu xhelalu, i bani sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku i mor këto vëzë? Me çka ki nxiti që këta me vdek për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në rrugë të tij? Thot Allahu xhelalu, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim." Shikoni se këtë shprehje. Thot Allahu xhelel xhelal. Çka ka pasuri toka? Çka ka pasuri toka vëzë? Ta shikoj për shembull hini në internet, jo tash më sa ne më vonë. Hini në internet veç bankat e mëdha, shkruaj për shembull Banka Federale, Banka e Amerikës, Banka Britanisë. Supozo sa parë i kanë. Mos flasim sa ka pas dunjaja. Allahu çka thot? Çka ka në tokë, këtë altane, pasuri, këtë mi pas dhanë, veç mi bashkë të njerëzi. Thot Allahu xhelelu ala, ma allafta baina qulubihim. S'un kishë mrimi po çështu. Pse o vëzë? S'është punë? Zemre. Walakin Allah allafa bainahum. Por Allahu i ngjiti. I ngjiti mes
në zemrave të sahabeve, innehu azizun hakim, Allahu është i lartë në krenarinë e vet, edhe i urtë. Edhe vetë shpesh kjo diskutohet, për shembull. Ti abaj çka ti filani mos po mdo. Ta baj çka ti filani mos po mdo. E kjo vetë është gabim. Ne do të vim të dallimës me sjelljen e së mirë dhe lakimit të zemrës nga krijesat. Ti sillu me këtë dunjën mirë dhe do të mos sill me këtë dunjën mirë. Ama zemra mos lagoje ka ai. Ti mos e the zemrën tënde pse kish po mdo. Mos e the zemrën tënde. Ti thaje zemrën vetëm për Allahun xhelel xhelal. A mos sillu mirë me këtë. Pse? Sepse zemra ti ka në dorë Allahu xhelel xhelal. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, ai i cili e idhnon Allahin për mi knas njerëzit, si shpërblim çka e merr? Ja idhnon Allahin njerëzit. Sa idhnimi vjen pi mrena. Ti pi për jashtë që ki knas njerin. Ti e knas pi për jashtë, e ke pa vëzë. E knas njerin pi për jashtë. E knas. Pak ja huç. Ai thot, po ama mos harro se lakojune, po zemra i lakon. E Allahu çfarë tha? Walakin Allah, por Allahu alafa bainahum. Allahu i kanë gjit. Andaj kjo vëzëra është ka përmendje nga fjalët e Allahu xhelel xhelal në çështjen e zemrës. Në surën At-Tauba vëzër shumë trajtohet çështja e zemrës. Për çfarë arsye vëzër? Lexoni surën Tauba, surën e 9, Kur'an me vëmendje. Surja At-Tauba ka thënë Abdullah ibn Abbasi, është surja e zbulimit të munafikave. Allahu mos ta bëj munafika asnjëherë ya rabbal alamin. Shumë interesant dhe zërë. Krejt çka sillen surën Tauba prej kurthave, komploteve të hipokritave, tash mos ti marrim shumë prej ajeteve, Allah i blet të punë e zemrës. Ja, të prish zemra, por s'ta ka bëj çta. Surën Tauba, ajeti 64, thot Allahu te bareke ve teala: "Yahdharu al-munafiquna an tunzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Thot Allahu xhelel xhelalu. Munafikat janë dunet ndroje, në tut. Janë dunet si ndroje. Mos po zbret do një sure. Mos po zbret ndo një sure e cila njofton çka kanë ata në zemra. Shikoj vëzët. Domethën Munafikat e kanë ditë që pi zbret pejgamberi sa më shpallje. Pejgamberi Allahu xhelel xhelalu. Janë tut, mos po zbret do një sure penzer Allahu, qa ka këtë në zemër? E vëzër, pëse kjo është problematike? Për shembull, vëzër. Na ishmi kanë sigurt me na thonë shembull. Ta këtë kudret e ka veç Allahu xhelel xhelalu. Na a kishmi mujt me kërku kështu. O Allah, nxerr ma zemrën këtë, në shashtë ta shohin këtë. Kanë edu, kanë se du, çka menoj, çys menoj, sa kam zili, sa kam lakmi, sa kam shëndet, sa kam smundje. A kishë thonë jo lehtë çto të më shef. Pse? Që ku më di çka del. Pale çka del, Allahu veç Allahu e din çka del. Ka mundësi me dikan këtu me vite të tëra. E ta nxjerr Allahu thot, po kit ka urrej deri tash. Allahu na ruaj. Po ka mundësi për shembull dikush a fal me vite të tëra. Kur mend namaz si ka pas? Apo ti thu po unë të kum menuve, ti lesha ke menu, Allahu çka ka në zemrën e vet. Çka thot Allahu xhelalu ala? Tutën munafikat mos piu del në zemër çka kanë. Tutën munafikat mos po ju del në zemër çka kanë. Thot Allahu ja kul istehziu. Thot Allahu xhelalu talluni. Inna Allahe mukhrijum ma tahdharun. Allahu ka me nxjerrën pa çasaj çka pitutni. Allahu ka me nxjerrën pa asaj çka pitutni. Allahu xhelel xhelal kur e përmend qetësinë në Kur'an. Zakonisht njeriu mendon se nëse e qetëson trupin, apo edhe është qetësuar. Jo rastisht vëzë kjo lufta mes dhe fërkimi mes materiales dhe botës materialiste dhe me botën shpirtërore, bota e imanit, nuk kanë pikat përbashkëta, apo nuk dinë me i harmonizue. Apo ti sheh njerëzit sot vëzër mendojnë se nëse e ka një rrok të mirë, një shtëpi të mirë, një vetur të mirë, një nuse të mirë, një domethënë mundësi të mirë, një tregti të mirë, një dyqan të mirë, thot edhe tashmë apo thonë a kanë qenë në Terezi. Allahu ja thot kur nuk nxjerrë shumë Terezi. Asnjëherë nuk nxjerrë shumë Terezi. Pse? Sepse ajo pjesa me të cilën ti rahatohesh, ajo nuk shifët, nuk ushet me bukë, s'u jep ujë. Me t'i dhanë Allahu gratë e botës ti prap ki mu kanë depresion. Me t'i dhanë Allahu bankat e botës ti prap ki mu kanë depresion. Çka thot Allahu xhelalu? E çish më apo me këtë punë? Si mura atua? Sura Ra'd, sura 13. Thot Allahu xhelalu në ajetin 28. Alladhina amanu. Ata cilët kanë besuar. Tu vëzë nuk e as buka, as ujë, as nisa.
Alladhina amanu, ata që kanë besuar, sikur që përmendëm në xhumë. Dallimi më i madh i muslimanëve karshi alemit botës ila besimi, imani. Pa iman çai thudi kujna. Ai ti thot kam produkta, Ty çka ke bë thot? Çka s'u thu kur gjë. Ti mund të më thonë që i kum shfizu prodhimet e tua. Ama kur i dhuni jam besimtar, unë jam musliman, ajo ndryshon mohabeti. Thot Allahu xhelalu ala, ata të cilët kanë besuar, wa tatma'innu qulubuhum. Dhe qetësohen zemrat e tyre. Çka do të më qetësojë vëzë njëri për më kanë rahat? Çka andaj ti shef njerëz thot, krejt bejbana prapë s'u banën këto të mit rahat. Ja u blejta shtëpinë, ja u bojna këta, i martova, për këto u dërmova ta njëtën, thot të prapë s'pundojnë. Po gabim e kjo, po gabim të ki, ti të munue, gotën nga prapa, me e mush me uj. Ti dhune detin ja hedha kësaj gote, ama ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të shndrohen zemrat si gota e mbrapsht. Kthehet që kjo gotë për më mush duhet me rrethi i hap çaj. Kto e mshel, me këti gotën kështu prap, oqeanin nxjerrën mbi ta, njëri thot sigurisht tu palesa u mush hiç. Nuk u mush hiç se kanal nuk ka. Andaj ti jep zor ta baje ta kënaqje edhe në fund ata thonë hajde më shpejt se je plak, hajde shkon në herat mos ta zanullën. A para më vëzër çaj njëri më u pasmor zemrat. Sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kajt një dunja për ata. Enes ibn Malik thot radiallahu an, që ka transmetuar Imam Buhariu, kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mu ka terru dunjaja. Apo mu ka terru dunjaja. Sot i gjenjes kanë herë kur ju vdes dikush thot, gati se thot alhamdulillah. Kjo është problematike, pse se ka marr zemrën. Nuk e ka marr zemrën. Thot Allahu xhela xhelalu, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, qetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Shikoj se ka vërtetuar këtë vëzë. Ala bi dhikrillah. A nuk e dini ju se veç me përmendjen e Allahut qetësohen zemra? Shikoj se formulimi ka ardhur në këtë ajet. Ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Po ju a nuk e dini se zemra veç me përmendjen e Allahut qetësohet? Shumë njeriu vëzër para mendon, kujton se si ta shtroje bukën mirë, kur ta ketë hizmetin e mirë, ku të veshët mirë, apo parfemin e mirë, veturën e mirë, po 100%, apo sa të hinë në restorant të i thu, po mirë o lo ketë regull, e ftirëm pse e ki ba më spërmemi tash popujt caktur, pse i nëzini jo vlo, po thot ma shlojbe kjo një fjalë, mbani, pilim mbani, kupton disi që tua mua beti, që tua zemra, shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vëzër, pa në më gjitha të lufta i ka pas, gjitha të presione i ka pas, mrena i jashtë, pi të në ande, pi botës e gjinëve, pi botës njerëzve, munafika, të problemi, ka hinë shpit vetë, edhe tash, para meno, kitë të probleme, tash edhe gryja vetë, tash u ka nërvëzu t'i shka. Ama për jënë samë, kur e ki stabil këtu mrena, trupi s'ka lidhë pëse lodhët. I ka thonë, o jajshe, pe dibe kur i e nërvëz me muë, ama shumë kështu me komoditet e ka thonë. Ka thonë, ja Rasulullah, për qysh për di? Ka thonë, po kur po i e nërvoz? Po dhu pa shal Zotin e Ibrahimit. Kur po i e knash me mu, po dhu pasha Zotin ta në Muhammed. Ka thonë, ba Allah i qështu, ja Rasulullah. Edhe ka qëtësue. Shikoni vëzër tani, djetarë kër e komentojnë këta, kanë thonë, pejgamberi sa më kër e ka gjithë këtë energji, pi luft e mu këthi, me grujnë me mujtë me botë që muhabeti. A njoni pi qajtorës këthejet, i thotë gryzat shuj se shumë nervoz jam. Se kin luft u kanë. E ka shirue, ketë botën arabe, lindjen, perëndimin, ketë, mos më falë, thot, se jam nervoz, po qa bënë edhe t'i s'kisë bëha kur gjo, kur kush ta ka prish në dunja, kjo vëzë adhipse këtu, se zemrë nuk e ka kitë tamar, ki vallaj me pas zemrën tamar, thot Sheikhul Islam Utemije, zemrë njeriu ta me e gjanë se bota, se kjo zemrë vëzër duhet me besu Allahu xhele xhelalu e ku ma dunjajen, thot Allahu ala bi dhikrillah, veç me përmenjën Allahu që të sotë zemra. Veç me përmenjën Allahu xhelalu ala që të sotë zemra. Thot Allahu xhelalu xhelalu surën An-Nahl, surë 16 ajeti 22, ilahukum ilahun wahid, falladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkara wa hum mustakbirun. Thot Allahu xhelalu xhelalu, Zoti juaj i adhuruar është vetëm një. Thot Allahu xhelalu ala, ata të cilët nuk e besojnë ahiretin, zakonisht ashtu pritet, ku problemi? Ata që se besojnë ahiretit, qulubuhum munkara, zemrat po ju besojnë. Në një do të kur ja do zemra në diçka, e shati qysh përbiron,
Wallahi ka njerëz, për shembull, ne do të vim te çështja e dashurisë, kur flasim për dashurinë Allahu xhelalu ala, do të vim krahasime që ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye se si njerëzit kur e don dikam, për shembull nëse përmend, marrë lexoj për shembull Mejnunul Leila, i shmendur i mas Leilës. Çka ka bëu vëzë? 10 saat ka prit, ka 2-13 orë ka prit, që të ka përceje për shembull Leila pin der te kushia. Kisa ka mujt me pa mas 15 saat pritje, tu dal ti çtu. Ani ka thon 15 saat e pash. Pse? Ka thonë se zemra ju ka nështruar. Ata ti është për shembull njeriu kur e don Allahu xhelel xhelalu. Nuk e ka i der për shembull thot, "Wa sun vije, wa sun shkoj me xhamia larg, jo me ligjërata larg, jo me haxhi larg, jo me shtrejt." Ku ja do zemra i ketë rrotullon dunja thot, "Jam aty ku ka kërkuar Allahu xhelel xhelalu." Pse? Se zemra ja lip. Kur ja lip vëzë njeriu të zemrën diçka, krejt sebepot i nështrohen atij. Allahu ja nështron. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qulubuhum munkara." Qafirat me zemra ka problem. Zemrat që besojnë, o hum mustakbirun, edhe janë mendjemdhej. Në surën Al-Kahf, që preferohet me lexuar në çdo xhumë, surja 18 në Kur'an. Surën Al-Kahf, vëzër, pjesa e parë e surës Kahf është me disa djelmosha. Ato është quajtur surja Kahf, surja e shpellës. Disa djelmosha që kanë besuar, pastaj kanë ikë prej popullit vet zullumçar dhe pagan dhe janë shtrehur në një shpellë dhe kanë flet mbi 300 vite. Në rregull, tani Allahu xhelal kur i përmend këta vëzër, i përmend si djalmosha musliman besimtar se Allahu xhelal i ka zgjedhur për me qenë besimtar të asaj kohe. Mirë, ata kanë përjetuar diçka të mërshme. Djalmosha të ri kanë ikë pi popullit vet në shpellë janë strehuar. Sa me vite, 3 shekuj. E kur e përmend Allahu ja ku është ai, domthon, pjesa qendrore që këta njerëz i besuan Allahu xhelalu ala në surën Kahf, ajeti 14 të Allahu xhelalu ala, wa rabatna ala qulubihim. Na ja u lidhëm zemrat. Allahu thot, na ja majtëm zemrat. Se për ndryshë vëzë, që kanë pa ato për trishtimit, fluturon zemra. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'ua min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Thot Allahu xhelel xhelalu, kur ata djelmosha than, Zoti jonë, Zoti i qiellit dhe i tokës, ne nuk lusim asnjë zot përveç Allahu xhelel xhelalu, se por ndryshe do të thomi fjalë të mëdha. Shatata. Ku është baza e këtyre djelmoshave që besuan? Wa rabatna ala qulubihim. Allahu thot ja u lidhëm zemrat. Njët lexoj surën Qasas, sura 28 në Kur'an, se kemi shumë rejete, po t'i përmendim shpejt. Allahu xhelal na ka treguar një ngjarje mes Musait edhe nanës vet. Kur ka Musa i vogël, edhe në vitin që ka therr fëmijë faraoni, i ka thënë Allahu xhelal nanës Musait, merre evladin, vënoje në djep, në lloj anije të vogël, edhe shloje në lum. Shloje lum në çkoje. O vëzër, a mund para mendu tash na sena domthon në nivel me ndje, shka ndje nana, po parafërsisht nga përshkrimet e nanës. Sa i vjen nana, po dhe si bab sa rana, për shembull ti me lan e vladin tan, mi është lumit. Ti kanë jarë tutësh një njerit mi adhan, thuk, jo, se hap ti. Lumi, shloja lumit. Apo, dhe o ditësin qatë vit, qka fëmija, qka zinjet vritët. Apo që para më vëzër? Nanës mi thanë, para më non, njëherë, me morë nanë në një lajmë, se shka tu gjekë në fëmin mahal janë të vra. Edhe i vjen lajmë që të fëmin jashtë. O zemra livrit për i dhenit. Allah i thot, na i thamë nanës Musait, nxjerë jashtë. Pasë e vëzër që ndodhë? Që thëtë Allahu xhelel xhelalu? Wa laula arrabatna ala qalbiha. Mos me ja pas lidh në zemrën, ka ti fluturuar zemra. Vdes ose njeriu. Njeriu për shembull vëzër merr disa lajme, nëse nuk i qëndron stabil zemra, vdes. Se lajmi është më i madh se forca e zemrës. Lajmi është më i madh se sa forca e zemrës. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, "Wa rabatna ala qulubihim", wa lidhëm zemrat. Në surën Muhammed, Allahu xhelel xhelalu na tregon vëzër për disa prej hipokritave. Në ajetin 16, na tregon Allahu xhelel xhelalu se shpesh hipokritat kanë hitë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dëgjuar ajete, kanë dëgjuar hadithe, s'kan kuptuar. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladhina utul 'ilma madha qala anifa." Thot Allahu xhelel xhelalu, ka disa njerëz vinë dëgjojnë te ti.
Kur dalin jashtë pite ti, ju thojnë atyre që kanë dije. Çka tha ky më herët? Çka tha? Para më dhezër, e kanë dëgju njëri më të mirë në botë çka fol. Kanë thonë çfarë po thotë, s'po e morën na vesh kur gjë. Tani vëzë nëse supozojnë kështu. Në njëri me thonë tipun gjuhën tonë çka e fol, çam të morë vesh atë fol valla. Sikur që dëgjojmë shpesh njerëzit. Çka fol me kë hoxha? Këtë më smar vesh. O mos ja do zemra. Shumë e nin 5 vakt namaz. Ai çka s'po çka thot beki? Çka sponina 5 vakt namaz. Ama kur stavon zemra çka thu? Çka thë ka beki? Kështu kanë thënë munafikat, çka po thot beki? Ama Allahu çka thot? Po ti as i të morësh pa gjun tona te fol. Ama kur sa zo zemra çka thuti? Mini herë munohesh me gjet një viktim, çka po thot be? Po e bëti, pe kupton çka po thot? Thot Allahu xhela xhelalu. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Allahu ja ka vulu zemrat atë. Sponi. Kurse do vëllezër zemra në diçka, edhe fjalimi do këtë i gërditshëm, i bezditshëm, i neveritshëm. Thot Allahu xhela xhelalu, Allahu ja ka vulu zemrat e tyre, vini re pasojës. Kur të zbulosë zemra dhe zër, çka ndodh? Wa taba'u ahwa'ahum. U volos zemra, edhe ju shkojnë mas tekave të veta. S'ka ma këtë dhe zër. Volosët zemra, ju shkojnë njëri tekave të veta. Në surën Muhammed, gjithashtu në ajetin 29, thëtë Allahu xhela xhelalu, em hasibe alladhina fi qulubihim maradun en len yukhrij Allahu adghanahum. Am se kanë bën hesap ata të cilët në zemrat e tyre kanë smundje, se Allahu s'ka më nxjerr të prishurat e tyre jashtë, zilin, urrejtës ka më nxjerr Allahu xhelalu ala jashtë, pra përgjigja është po, ka më nxjerr Allahu xhelalu ala në pa. Kur i vlavdron Allahu xhelalu ala sahabët në surën Al-Fath, e cila ka zbrit pas ngjarjes së Hudejbjes, marrëveshjes së Hudejbjes, ku pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam është nisur për umre, pastaj është penguar dhe është kthye. Pastaj Allahu xhelalu ka thujt tha çlirim. Në këtë çlirim vëllezër, para se më bëj çlirimi, pejgamberi sa më ka marrë besatimin për shumë sahabeve që me pejgamberin sa deri në vdekje. Thot Allahu xhelalu xhelal në Kur'an, në surën Al-Fath ayeti 18. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Thot Allahu xhelalu xhelal. Allahu është i kënaqur, Allahu është i kënaqur edhe për neve. Allahu është i kënaqur me besimtarët, sahabët, të cilët ta dhanë ty besën nën pemë. Janë mbledhur sahabët këtë të ja dhanë pejgamberin besën se çka do të ndodh na vdesim me tyje. Vdekje dhe jetë me tyje. Thot Allahu xhelalu xhelalu, shikoni vëllezër, kjo është shumë interesant. Nuk tha Allahu, ja ditja Allah i fartrimnie kanë ata. Ja ditja Allah i se ato që shfolin. Ja ditja Allah i pika vinë ata. Çka tha Allahu xhelalu ala? Fa alima ma fi qulubihim. Ja u ditja Allah i zemrat. Ja u ditja Allahu zemrat, fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Allahu e zbriti qetësinë te këta dhe i shpërbleti me një çlirim të afërt, i cili ka qenë çlirimi i Mekës. Në surën Al-Hujurat, Zoti jon te bareke ve teala vezër i lavdron sahabët. Dhe i qorton sahabët dhe të tjerët për atyre që do të vinë pas, që mos me ngrit zanin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në surën Al-Hujurat, ajeti 3, thot Allahu te bareke ve teala: Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Vini realizat. Shumë është ndërlidh jashtëm me brendshmën, zani me zemrën, syri me zemrën, lakmia me zemrën, e kështu me radhë. Thot Allahu xhelalu xhelalu, ata të cilët e ulin apo i ulin zërat e tyre në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ulin zanin, folin me kadale. Pse? Kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelalu xhelalu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Shikoni, Allahu thot për zemrat e çdo njerëzve, Allahu zemrat e tyre i testoi për takva. Pra i testoi dhe dulën tamam. Çto zemra janë tamam. Pse? Se i kanë nejt pejgamberi sa më shkova se s'kan folë hiç. Ka ardhur transmetimi vëllezër se sahabët kur janë ul pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ka ardhur zogi u ka ul, janë dal. Anal zogi u ka ul te ta. Ngam. Se ata përqetësia që e kanë pasur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahu ka më shpërbly sahabët me falje të madhe edhe me shpërblim të madhe. Allahu na boftë edhe neve prej këtyre që kanë hisën në këtë shpërblim, ya rabbul alamin. Gjithashtu vëzër Allahu xhelona surën Al-Mujadala, ajeti 22, përmend Allahu xhelalu xhelalu se
besimtari, përmendëm këta tek çështja e surës Ali Imran, se besimtari zguxon me dashur pa besimtarin, edhe nëse e ka akraba. Pastaj ne do të vim tek shpjegimi i Imam Kurtubit në këtë mesele. Thot Allahu xhelle xhelal në surën Al-Mujadala ayati 22: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Thot Allahu xhelle xhelalu, nuk i gjen disa njerëz, nuk gjen ndonjë popull i cili i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, e pastaj këta njerëz ta duan atë çka e lufton Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nuk mundesh me gjetë një njeri i cili beson Allahut, ky e do atë çka lufton Allahu. S'mund. Të jonë vëzë, çka shumë e rëndësi. Thot Allahu xhelalu ala. Edhe nëse këta që e luftojnë Allahun mund të jenë baballarët e tyre, apo evlatët e tyre, apo vëllezërit e tyre nga gjaku, apo familjarët e tyre. Thot Allahu xhelalu xhelalu vini tek kësaj. Sepse këtyre njerëz Allahu xhelalu xhelalu ja ka shkruajtur ku vëzë. Ku ja ka shkruajtur imanin? Zakonisht njeriu prit diku tjetër apo fi qulubi, në zemrën ka shkruajtur imanin. Zemra ka shkruajtur imanin. Dhe ku shkruaj vëzë imanin në zemër nuk lëviz. Ku shkruaj imanin në zemër nuk lëviz. Nëse e ke vesh jashtme, ka me ardh puna e zemrës, ka me dal në pah. Kjo vëzë është çka e ka përmendur Allahu te bareke ve teala në çështën e zemrës në Kur'an. Ajeti mbi zemrën ka edhe shumë të tjera. Shumë të tjera. Por se do të mjaftohemi me kaq. Në sunetin e pejgamberit sa min çështjen e zemrës, dhe rëndësisë së zemrës, kanë ardhur shumë hadithe. Dhe ne do ta bëjmë me disa prej hyrjeve mbi këtë temë derisa të him pastaj tek çështja e veprave të cilat do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për to. Çështja e zemrës në hadith është shumë e madhe. Madje thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, nëse njeriu i mediton me kujdes dhe i përzihat hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i gjen se s'ka vepër që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se lidhet me zemrën. Dhe këtë vepra që ka mund të bëjë njeriu vetë janë kurzuar me zemrën. A zemra mund të bush përbli pa paguajt, pa bo vepër të jashtme. Për shembull, ka mundsi njeriu me bënë një vepër të jashtme. Nuk shpërblehet, bile dënohet për ta nëse zemra e ka pas gabim. Për shembull, ka dhënë sadaka me e pa njerëzit. Ky nuk shpërblehet për ta. I hub shpërblimin. Apo, ama ka njëri vëzë për shembull, zemra e ka të pastër, thotë mu kam be ti kisha dhënë do parë për Allah, shpërblehet Allahu xhelel xhelal. Pse? Megjithëse s'ka dhënë kur gjë. Pse? Se zemrën e ka të pastër dhe jetën e ka pas të pastër. Ndërsa vepra vëzë vetvetiu pa i lidh me zemër, kur nuk kanë mundësi mu shpërblehet. Edhe për këtë vëzë kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi, sa mund do t'i vazhdoj vetëm disa prej tyre. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Ebi Sa'id al-Khudriu radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: La tasubbu ashabi. Mos i shani shokët e mi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Thotë alayhi salatu wasalam, mos i shani shokët e mi, sepse sikur njani pi juve, dini realizim, sikur njani pi juve ta jipte në sasi, në gjajshëm, sasi, vlerë sa kodra e Uhudit altan, s'do ta arrinte as një dhënje të grushtit, dy dur, kështu, sahabës, apo gjim sa grushtit. Vëzër, këtë hadith ka ndonë djetarët, zakonisht si hadith e djetarë nalën shumë. Sepse që, vëzër, kusha konë në Uhudin me e pa, sa është i madhë? Një kodrë prej kodrave të, në afërsi të xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 7 kilometra kodër. 7 kilometra kodër. Gjërsi dhe 7 me 5 afërsisht. Kodër e madhe. Thot alayhi sallallahu alajhi wasallam, mu kon kjo altan këtë, njëri e jep për Allah. Sa ka dhënë një shok i jam, me di dur, çështu pak diçka. Apo xhims me një dorë, së në mrin kë. Këtë komente që ka silën vëzën, këtë hadith, ka thonë, qështë mundet me mri kësë sahabën, ka thonë, s'ka këtu kuptim tjetër, po si kuptim. Sepse në zemrën e sahabijut, është vendosë diçka nga zemra dhe lidhja e zemrës me Allahun, kësë në mrin. Ki thotë, po Uhudin be edhash me pare, po edhave, po këjanë sahabe. Në zemrë këti sahabës, ka mri diçka që se ka, qëfar?
që nuk mundet me emrinje dikush prej tjerëve. Apo, andaj për shembull Enes ibn Malik kur i ka pa disa prej tabeinëve, tu bo muhabet, u bo si Abu Bekri, Omeri kështu me radhë, e kanë diskutuar ku janë këto njerëz që janë vlerësuar. Njëri ka thonë sigurisht u fal shumë. Njëri ka thonë ka xheru shumë, ka lexuar Kur'an shumë. Enes ibn Malik ka thonë nalu. As më shumë namaz se ju s'kan pas. Por shembull njëri më shku me një vëzër, a thu be Abu Bekri mos e ka pas në një version tjetër të sabajt, mos i ka fal 4 recate për sa u ndreç. Jo valla, di sabaj ka pas adaj. Po pse ai u ndreç e pse ti me sa i abzor zbash, pse? Thotë Enes ibn Malik, sepse kish hin diçka në zemër të Abu Bekrit, s'ka hin te na. Shikoj vëzër, kish hin diçka në zemër të nuk ka hin te na. Andaj tha mos japni zor ju me namazë. Jo, çat namazë ka falë. Madje Abu Bekri Sidiku vëzër nuk ka njohur për nafilet moja. Nuk ka njohur për nafilet moja. Andaj është e njohur rasti që ka transmetuar Imam Abu Daudi të tjerë nga dietarët se Omar Khattabi ka thënë ka lipë nga mëson parë për minimumi luftë. Ka thënë Omar Khattabi ka thënë sot ja shkova. Sot ja shkova. Ka thënë kam shku, kam marr gjysmën e pasurisë, kam ia dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka marr gjysmën e pasurisë e ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka shkuar, e ka gjetur Abu Bakr Siddiqun, i ka paraprinje. Sa i ka prua? Këtë pasurinë. Apo shumë më nësillë se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thënë Abu Bakr Siddiqut sa parë i prunë. Andaj s'ka transmetime sa parë i ka prunë. As Omar Khattabi ka mujt Omerit më kanë gjim sa më shumë se sa tërësia e Abu Bekrit. Apo se mund të dikush për shembull, këtë pasurinë ka 1 milion, ama këtë thonë këtë e ka dhënë. Ka njëri ka 1 milion, i ka dhënë 500.000, njëri thotë, po ki 500.000 pas ka dhënë. Po ama ki këtë i ka dhënë. Pejgamberi nuk i veti sa i ka dhënë asti. Po çka veti? Çka lave. Çka lave lidhet me zemrën. Çka i tha pensam e kujt ja lave shtëpinë o Abu Bekr. Çka lave në shtëpi? Tha ja lash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tash vëzhgoj nëse e merr njëri me thon. Çish ja lava Allahi dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çish ja lava, nuk lihet Allahu atë. Po ja i kam lanë një familje e cila me zemër janë të lehtë me Allahun xhelalu ala. Edhe unë jam i lehtë me Allahun xhelalu ala, s'prish punë. Andaj çka tha Omar Khattabi, nuk shtikna më me tije. E u ka volosë, Abu Bakr Siddiku është më i miri njëri mesën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Analizar çështja e dhënjes së pasurisë me çfarë ndryshon me dhënien edhe me çështjen e zemrës edhe çështjen e veprës së zemrës. Kona ka mbaruar, nëse nuk dëshirojmë të zgjatim, dëshirojmë mi bë më shkurtë që janë më të kapshëm mos na ikin informacionet. Do lexojmë këtë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Hadith gjithashtu që ka nxjerr Imam Bukhariu nga Ebi Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, "Bainama kalbun yutifu bi rakiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israila fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, derisa një qen po sillej rreth një bunari, do me myt etja e ujit, një lavire nga laviret e bijve të Israilit e ka pa qenën të usil sën merr ujë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa naza'at muqaha, e ka nxjerr kputucën e vet, fa saqathu, edhe i ka dhënë me pi qenit, fa ghufira laha bihi, ju ka fal gjunahi i lavirllëkit me këtë vepër. Dietarët e muslimanëve kanë thënë, a çdo zinaçarës çka e ban këtë vepër i falë gjunahi zinas? Jo. Se zinaja është gjunah i madh. Dhe gjunahin e madh nuk e shlin pas adhurimi i madh i barabart. Mushtije. Apo. Dhe duhet me u pendue me një pendim e cila i ban presion gjunahit edhe erxon, sikur trupat. Ti nuk mundesh me thënë diçka më të fortë, diçka më të lehtë. Po ta më unim shojnë 100 herë, po më shojnë 1000 herë. Nuk thehet ajo. Duhet më ardhi diçka më e madhe për me e thënë. Çka kanë thënë dietarët? Çka ka dash pejgamberi sa me stamën e kallzuar. Gjunahi la virllëkit, a gjunahi lig, mas shirkut, vjen mos respektimi prindërve, vjen çfarë? Zinaja. Ka debat të musliman, cila është gjuna më e madhe Allahu te bareke ve teala. Mirë, që gjuna i madh, i cili çnon familjen. Dhe kjo vëzën nuk e ka bënë herë, kemi përmend këtë ditë, kur e kemi shpjeguar. Se ka bënë herë, se për muçujt zinaçare, është më bëu disa herë. Ama dhe ka transmetime se kjo kanë mjeshtër. Thot alayhi salatu wassalam, fa ghufira laha bihi.
me veprën që e bani me dhënjën e ujit qenit, ja fali Allahu lavirllëkin. Kanë thënë dietarët, këtu nuk ka pos ndërhyrja e veprës së zemrës, e cila o kanë qaq e madhe te ajo prej pendimit dhe kthimit te Allahu dhe tuta se Zoti ka më dënue, s'ka diçka më bë, ka thonë çepe heke kpuçën, ti jap çiti qenë se s'po diçka më bë. Allahu nuk e ka fal, pra vetëm për këtë vepër të jashtme, se nëse një lavire e ban që këtë vepër, nuk i falë gjunahe, po e du të me po shumë vepra tjera. Por kësaj pse, që kjo e ka mledh zemra ka po qas vepër të madhe, e ka zvoglu e qfar, e ka zvoglu lëvirllëkin. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, zemrat me punë të veta i zvoglojnë gjunahët edhe i zmadhojnë. E shen një njeri ti e ban një gjunat të madhë, po qatë që është ai i mirë në zemër, e donë Allahu dhe pejgamberi sa, i tutët Allahut, e kështu me radhë ka pendim, te ti asimës me pasbada, Allah nuk e korit. E gjeni njëri tjetër një pak të vepër të vogël të keqe e ban, po qatë që në zemër ka probleme ai, mi njerë vërejet, se të e ka defektin. Dhe se kitë puna që të në zemër, po e pastrua në zemër. Që ka thonë Alejhi sallallahu alaihi wasallam? Do të avim të hadithi Bukhariut, se është një organ, ka thonë Alejhi sallallahu alaihi wasallam, po rregullohet gjithë shka, po u prish gjithë shka. Dhe ajo është zemra. Dhe ajo është zemra. Andaj, ka ndonë djetarët se njeriu nuk ka mundësi me i shly gjunaat e veta, gabimet e veta, ato të sët i ka hak prej hakeve të Allahu Gjelle Gjelalu, pos nëse rregullon zemrën e vetë. Zemrën e vetë ka një rësit të madhe, kona ka mbarue, ne do të vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa taala në këtë varg. Tani më nuk kemi punë me ateista dhe me Nietzsche dhe me Freuda, kemi punë me ajete dhe hadithe, kemi punë me zemrat tona. Qëllimi i përmirësimit të zemrave është që njeriu ta lidh raportin e vet me Zotin e vet subhanahu wa taala, që ta dinë se nuk i ban dobi e jashtëmia e vet, nuk i ban dobi gjuha e vet, nuk i ban dobi bukuria e vet, nuk i ban dobi pretendimi i vet, po gjithçka që i ban dobi atij robi te Allahu xhelal është zemra e vet. Andaj ti rregullojmë zemrat, ti pastrojmë zemrat, ti bëjmë punën me se Allahu xhelalu i don këto zemra, sikur që do të vim te hadithi i radhës nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se Allahu i shikon zemrat tona, nuk na shikon në diçka tjetër. Kjo është temë e gjan, do të vetëm se e hapëm, pastaj do të vim me lein Allahu te bareke ve teala gradualisht në rëndësinë si të respektojë në mënyrë të veçantë. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelalu ti pastron zemrat tona, ti më remeton zemrat tona, ti mbush me dashuri për Allahun, me bindje për Allahun, me mbështetjen e Allahun, me frikën e Allahun xhelel xhelalu, me shpresën e Allahut xhelel xhelalu. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu ti bën zemrat tona besnike, të sinqerta, të devotshme në raport me Allahun subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala kudo që kemi çolluar Allahut na shpërblen, kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahut na fal. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na mundson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me dorëzu shpirtin Allahu xhelel me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.